Allahun e madhe falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, atë e falenderojmë, prej ti falje, rahmet, udhëzim kërkojmë. Kërkojmë udhëzimin nga i madhi Allah, se në dorë ti është. Kërkojmë falje nga Zoti i madh, se Allahu është falës më i madh. Kërkojmë nga Allahu xhennet, në të cilën ka përgatitur për besimtarët e devotshëm, Allahu na bëft nga të devotshmit. I çojmë salavate pejgamberit alayhis salam në këto minuta shumë të çmuara që Allahu na ka ndëruar në këtë ditë xhumaje. I çojmë salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, sot në këto minuta të kësaj jete që Allahu na ka dhënë, po mundohemi me shfrytzu maksimum duke madhruar Allahun me këto vepra që i bëjmë neve, duke fal namazin e gjymas, duke qu salavatën mbi Muhammedin alayhis salam. Edhe këto janë minuta që do të dëshmojnë në ditën e Kiametit se ne kemi dashur Allahun, Allah na i pranoft adhurimet tona. Javën e kaluar tham, pasoja më e madhe e njeriut nuk është humbja vetëm e pasurisë, humbja e shnetit, humbja e ndonjë mirësie së dynjaja dhe pushtetit dhe ku ta diun e punës ashtu me radhë, por humbja më e madhe është mos llogaritja e veprave tua në këtë dynjë. Ai që nuk llogarit veprat e tija në këtë dynjë, do dali humbur në ahiret, do dali falimentum në ahiret, do dali humbur në ahiret. Më men, dita e llogarisë në ditën e Kiametit është i patjetërshëm, me argumentet shumta në Kur'an. Pasi që Allahu nga emrat dhe cilësitë e bukur të Allahut është el-Hasib. Çka do të thonë? Allah është llogaritës i shpejtë, wallahu seriul hisab. Nuk i duhet digitron. Ne kënaqemi me digitron ton të bëhe hesape. Edhe shpesh herë gabojmë. Allahu nuk është i padrejt, Allah është i drejt. Atë çka e ke bën në dynjat, do ta korrish në ahiret. Prandaj i suksesshëm është ai i cili është i kujdesshëm për ditën e llogarisë. Kur ti thush njerëzve prej kujna ke frikë, kam frikë prej luftës, prej smundjes, prej fukarallëkit, prej ardhmërisë, prej kësajna, kretjon biedillah në dorë të Zotit. Porosia ime për vete dhe për juve. Kanë duhet me pas frikë njeriu sot në këto momente? Janë dy mesazhe në pjesën e parë së hutbës. E para, duhet me pas frikë Allahun për ditën e Kiametit. Ai që ka frikë Allahun për ditën e Kiametit e dëshmon duke bërë vepra të mira, dhe duke instalu prej në shahadet e deri me hek një pengesë në rrugë, jo me zonë rrugën. 70 e disa pjesë, prej në shahadet e deri me hek një pengesë prej rrugës. Kjo është dëshmia që ti je tu përgatit për ditën e hesapit. E dini Allahut, Allahu në ka instalu dhe ka zbrit këtë din që ne të kujdesimi dhe të jemi të disciplinuar, dhe ai që ka i kujdesshëm dhe i disciplinum në respektimin e fjalëve të Allahut, e ka llogarinë e lehtë në ahiret. Për çka? Allahut vetëm në krijesë ka dhënë mendjen njeriut që me besu një Allah që s'ka tjetër pos tij. Dhe dyta me respektu urdhin e tij duke e vepru, duke u qenë i kujdesshëm. Në çka duke u qenë i kujdesshëm? Kjo është udhëtimi jon ka Zoti me menë të shnosh. Allah i çmendurin nuk e ngarkon. Allahu e ngarkon me përgjegjësi për ditën e Kiametit atij që i ka dhënë mend dhe i ka radhë shpallja. Neve Allah na ka thënë pejgamber, na ka zbrit Kur'an, na ka dhënë mend, na ka dhënë shnet, ka thënë hoxhallar, kena tefsira, kena hadithe, kena udhëzime, edhe ti nuk e ke ditën ndert ditën e llogarisë. Prandaj kjo është udhëtimi jon që udhtojmë ka i madhi Allah. Hoxh, çish më kanë suksesshëm dhe me pas llogarinë në ditën e Kiametit, është ai i cili i respekton, e ka dertin e llogarisë në ditën e Kiametit dhe është i kujdesshëm, është i disciplinuar
që mi kry obligimet kërshi Allahut. I kujdesshëm në çka, i suksesshëm në çka, në kryerjen e namazit, mas thanjes shahadetit, faljen e namazit, respektimin e prindërve. I suksesshëm ai që respekton kohën, e shfrytëzon jetën dhe kohën që jetojmë mrena kohës, duke u largu prej harameve, duke bën vepra të mira. E ai që nuk respekton dhe nuk kujdeset për obligimet, atëherë nuk është i suksesshëm. Thot i madhi Allah në Kur'anin famlar, wattaqullaha innallaha seriul hisab. Dhe keni frikë Allahun në atë ditë që llogaria juaj do të jetë shumë shpejt, që Allahu do ta bën llogari veprat e tua. La tudhlamu al-yawma innallaha seriul hisab. La dhulma al-yawma. Thot Allahu në Kur'an, në këtë ditë nuk ka padrejtësi. Në dynjat llogari, i ki që kaq orë punë, që kaq rrogën, që kaq i ban zullum punëtori gazdës, gazda punëtorit edhe. Jo, në ahiret Allahu nuk është i padrejt, është shumë i drejt absolut dhe nuk është i padrejt. Prandaj inna Allaha seriul hisab, Allahu është llogaritës shpejt që i bën llogarit. Të nderuar xhamat, të përfundoj. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Ata që largohen prej rrugës së Allahut, prej obligimeve të Zotit që na ka instalu për mi praktiku në këtë jetë, Allahut dënimin do ta kenë të rëndë për shkak se e harruan ditën e llogarisë. Nesu e yawm al-hisab, e harruan ditën e llogarisë. Ku na don mi dal hesapi në ahiret, në të llogarit, në të ketë frikë Allahun në dynjat. Ibrahimi a.s. prej duave të shumta, një prej duave shumë specifike, Rabbana gfirli wali walidayya, e luti Allahun për vete, edhe ne lutim Allahun thojna, Rabbana gfirli, o Allah, e runa neve, wali walidayya, dhe prindërit, ata që u banën shkak me artin këtë dynja, walil mu'minin, edhe për njerëzit më të shmuar, për musliman, për vëllezërit tanë, yawma yaqumu al-hisab, në atë ditë të llogarisë. Ibrahimi ka bërë dua për vete, për prindërit dhe për neve. Edhe ne bëjmë dua për çdo, për vete, për prindë tanë dhe për muslimanët, që të kemi llogari të mirë në ditën e Kiametit. E në dynjat, njeriu në ahiret do të ketë libër në anën e djathtë ose libër në anën e majtë. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, atinve që i përket libri në anën e djathtë, ata do të llogariten me një llogari të lehtë. Allahu nasip na boft. O musliman, veproni, shkruni veprat e juve, që me laçet ti shkruaj në anën e djathtë. E ty në ditën e Kiametit të vjen libri në anën e djathtë. E dalsh para madhnisë Allahut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, të kesh një llogari të lehtë, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, edhe do të kthehet të familjet e vet i gëzuar. Ai që don mu kthy i bashkuar me familjarët në ditën e Kiametit, me dal, me pas llogari të lehtë, le të vepron vepra të mira edhe të ketë kujdes për ditën e Kiametit. Elusim Allahun e madh, që neve dhe juve, Allahu na mundson të jemi të kujdesshëm për ditën që nuk ka mundësi kurkush mi hik. Ajo është dita e llogarisë, e drejtësisë absolute që Allahu gjykon dhe vepron drejt. Allahu na mundsoft me qenë falëndërues në mirësitë e tina në dynja. Në dynja ka mirësi dhe ka sprova, ka falënderim dhe duhet me pas durim. Në ahiret nuk ka mundësi me pas ham. Në ahiret ka ose xhenet ose xhehenem. Në dynja të gëzohesh, në dynja të kanë, në dynja të je i ngopër, në dynja të je i varfër, në dynja të trishtohesh, në dynja të gëzohesh, edhe natyrat të ndryshëm, kontrastet që janë. Në ahiret nuk ka, ja gëzohesh, ja shumë mërzitesh dhe dënohesh, ja shpërblehesh shumë, ja dënohesh shumë. Allahu nasip në bavë xhenetin. Elusim Allahun me emrat e bukur ti dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na ban nasip xhenetin.
O Allah, prej Teje kërkojmë xhenetin dhe mirësitë e xhenetit. O Allah, prej Teje kërkojmë të na mbrojsh nga zjarmi i xhenemit. O Allah, prej Teje kërkojmë xhenetin me emrat e Tu të bukur dhe cilësitë e Ti të larta. O Allah, na ban nasib xhenetin neve dhe gjithë muslimanëve dhe na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.